tensione, pra ky konflikt mund të kalojë dhe mund dalë jashtë kontrollit, a do mundet të ndalojë vërtet SBA vendimin e Izraelit pra për të përdorur këto armë bërthamore? E nderuar, absolutisht SBA-ja ndalon, sepse Izraeli nuk mund të bëjë asnjë gjë pa miratimin e SBA-s, pavarësisht se çfarë thuhet në gjuhën e politikës dhe diplomatike të përdorur. Gjithë goditjet ndodhin në bashkëpunim duke pas parasysh që targeti i objektivi është i përbashkët dhe si në gjithë këto ditë të zhvillimesh, por jo vetëm, është parë që në goditjet ndaj Iranit kanë qenë bashkëpunim, qoftë ajo e fundit, po dhe ajo që i quhet Dan Hammer, në fjalë goditja që u bërë të gjithë burime Hammer Night, që qytë goditjet të infrastrukturës bërthamore të Iranit, të cila u dobësua, po edhe këto 28 shkurtit ishte në bashkëpunim i SBA-s me Izraelin. Këto janë goditjet me fjalë strategjike, në kuptimin e objektiva që synohen të arrijnë përmes tyre, eliminimin e këtyre objektiva, që të cilët pa një bashkëpunim të përbashkët nuk mund të arrijnë. Dhe Izraeli nuk ka kapacitetet as të tilla saqë mund t'i përballojë sulmeve apo goditjeve në terma afat gjatë. Në terma afat shkurtë është shumë efektiv, ka fuqi edhe, por në terma afat gjatë nuk besoj që do të rezistojë kundër goditjeve, po themi edhe të bashkërenduese, po dhe jo vetëm, të Iranit, po edhe gjithë proksave të saj, dhe nuk dihen edhe zhvillimet që mund të ndodhin edhe në këtë teatër luftimin, gjinlindjen e mesme, ku ka, po themi, potenciale të tilla që dalin edhe jashtë kontrollit të këtyre faktorëve dhe nuk dihet animi i saj. Kemi parasysh edhe një të lindjes mesme është një konflikt mbi baza religjioze, ku tek e fundit mund të kemi një ribashkim aty pavarësisht ndallimeve dhe nuanca midis tyre, të cilët në një situatë të tillë edhe mund të ketë një solidaritet përkundër Izraelit e kështu me radhë. Dhe si i tillë nuk besoj që Izraeli do të marrë këtë iniciativë dhe pa miratimin e SBA-s, e cila nuk mund ta miratojë, sepse tek e fundit është edhe një opinion që duhet marrë opinioni publik atje, po ashtu edhe Kongresi, Senati, dhe si tillë përdorimi i këtyre armëve strategjike jashtë miratimit të këtyre strukturave, jo vetëm që nuk mund ta bëhet, nuk kanë legjitimitet, por do të jetë i dënueshëm dhe si tillë edhe çdo vendimarrës do ta lidhë fatin e përdorimit të tyre me fatin politik. Kemi parasysh që dhe Netanyahu ka një numër të madh akuzash edhe është në mas sigur, po themi sanksioni nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë dhe si tillë vazhdimi i skenarit të luftës përmes përdorimit edhe këtyre armëve bërthamore, e cila është fjala më e fundit e një konflikti në kuptimin e efekteve dhe pasojave që shkakton, kemi parasysh do të ketë një reagim mbar botror, jo thjesht vetëm strukturave të cilët rregullojnë të jetën e marrëdhënieve ndërkombëtare, qoftë nivelin e drejtësisë, qoftë në nivelin vendimmarrës të OKB-s e kështu me radhë. Dhe si tillë nuk besoj që do të arrihet të përsëritet një Hiroshima dhe Nagasaki në nivele dhe taktike të përdorimit të saj. Qartë, mirë zoti Lezi, për ta mbyllur, nga ana tjetër, udhëheqësi i ri suprem iranian Mojtaba Khamenei shpëtoi vdekje suhet për pak sekonda më datën 28 shkurt, pra kur sulmi ajror vrau dhe Atin Ali Khamenei dhe zyrtar të tjerë të lartë, pra goditi rezidencën e familjes në Teheran, sipas një audio kjo të publikuar nga e përditshmja britanike dhe Telegraf. Dhe pyetja e fundit zoti Lezi është se sa i shndrueshme është tani udhëheqësia e Iranit pas gjithë këtij zhvillimi dramatik. E nderuar, këto janë detaje, por koha tregoi që struktura shtetërore atje ekziston, dhe është në kuptimin e një strategjia se Irani ka përfituar shumë nga historia e konflikteve dhe ka nxjerrë mësime dhe ka bërë vlerësime të gjitha konflikteve, edhe si tillë fakti që Irani po ekziston dhe strukturat qeverisë shtetërore po ekzistojnë, qoftë presidenti, kryeministi Pezeshkian, qoftë asambleja e ekspertëve që mundsoi të rizgjedhjen e Mojtaba Khamenei, djalit Ali Khameneit, po ashtu dhe sistemi gjyqësor edhe tjetës politike dhe publike që të kanë treguar që ka një forcë brendshme, një kohezion brendshëm social po dhe politik, të cilët fakti nisu nga fakti i mësimeve të konflikteve
dhe historika e konfliktit që ka përjetu këtë shtet dhe ka vlerësu këto rrisjet dhe kërcenimet që mund të vinë në çdo lloj skenari, ku është delegu fuqia vendimmarrëse dhe drejtuese e pushtetit dhe e shtetit edhe në dur të tjera pas vdekjes së Ali Khameneit. Na si të kujtohet edhe para jush te kemi thënë që në gjallet e Ali Khameneit, liderit suprem, ai e kishte parashikuar martirizimin e tij, po themi, në rastin e tij, duke delegu edhe fuqinë vendimmarrëse edhe të gjeneralet, përmes fjalëve të gjeneralëve ai shpalosi dhe strategjinë e mbrojtjes dhe reagimit ndaj një sulmi apo konfliktit të gjatë me Izraelin dhe Sheban, dhe për treguar që Izraeli e kishte menduar këtë si skenar, si për të treguar fuqinë e tij të vazhdimit të luftës, të mbijetesës e tij si shtet. Dhe kemi parasysh që pavarësisht detajeve që jepen, zgjedhja e djalit të Mojtaba Ali Khamenei tregon në një farë mënyrë që pushteti atij vazhdon së ekzistuari, funksionuari së bashku me Gardën Revolucionare, e cila ka fuqinë e saj politike, fuqinë ushtarake dhe për çështjen e sigurisë, në një farë mënyrë është edhe gardian i regjimit, edhe ajo ka përdorur edhe strategjinë mozaik në kuptimin e reagimit dhe mbrojtjes së të interesave shtetërore. Kemi parasysh decentralizimin e kësaj strukture dhe në kushtet e një goditje deri edhe fatale në zemër të regjimit përmes tyre garantorët dhe vazhdimësia e pushtetit, sepse mënyra organizimit dhe funksionimit të strukturave të saj është e tillë saqë i lejon edhe pavarësi dhe autonomi veprimi dhe vendimmarrje për çdo lloj skenari që mundi ndodhë në Izraelit. Kemi parasysh që ajo ka një shtrije transversale në gjithë gjeografinë dhe mbulon gjithë gjeografinë e Iranit, qendrinë në jug, në lindje dhe perëndim apo dhe në qendër, dhe mësimet e nxjerrë nga historia e konfliktit kanë treguar që ato mund të përballen në këto rrisje dhe marrin përsipër dhe autonominë vendimmarrëse për të mbrojtur këto interesa. Dhe koha ka treguar që goditjet që jepen nga strukturat veçanta të ndara të Gardës Republike sa në veri në jug apo në gjeografinë, në një mënyrë tregon që nuk ka rëndësi shumë edhe komand kontrolli i qendrëzuar e tyre, por ato veprojnë edhe në mënyrë të pavarur, duke pas parasysh edhe doktrinën e tyre ushtarake të mbrojtjes dhe sigurisë së Izraelit, të Iranit. Dhe në një farë mënyrë ato kanë garantuar mbijetesën e regjimit, sikundër edhe presidenti, kryeministri vetë besash ka një autoritet dhe legjitimitet i cili ushtron funksionet e tij, së bashku me strukturat e tjera ministrore, qoftë ministrin e jashtëm, të cilët japin mesazhe diplomatike po dhe politike, për të garantuar edhe kohezionin e brendshëm, jetën e brendshme atje, dhe koha ka treguar që pavarësisht këtij sulmi dhe goditje, nuk u godit shpirti i brendshëm iranian për të thyer ai dhe për të shkuar në atë skenarin e dëshirueshëm për ta prishur atë kohesion dhe për të krijuar një çare dhe të krizë në mënyrë që përmes presionit dhe goditjes ushtarake të bëhet përmbysja e regjimit nga brenda, ku pavarësisht protestave që ndodhen, ky regjim nuk po vazhdon të ekzistojë. Dhe si ti mendoj që konflikti ka dobësuar atë, por nuk ka shkuar në ndryshimin e saj. Dhe është një mësim që vjen që nuk mund të bëhet një ndryshim regjimi përmes goditjeve ushtarake nga jashtë, pa mundësuar atë përmes vullnetit të brendshëm. Dhe pikërisht kjo është, po themi, madhështia e shoqërisë iraniane për te asaj që ai meriton më të mirën, meriton lirinë, demokracinë, meriton një jetë paqësore jashtë konfliktit dhe marrëdhëniet midis popujve dhe shtetit të jetë të tilla saqë mos të acarohen dhe mos shoqërohen me të konfliktet permanente, sepse është një shtet i cili ka një popull i cili ka përjetuar drama dhe tragjedi, sidomos edhe sfundi me këto humbjet e mëdha e jetës njerëzore, të cilat kanë ndodhur për shkak të luftimeve.